E këna ikë që ropat, ishtë pas djoli kom të lidhë me ropë, të lime me jetë. Thash dojës të shama, ja thash dojë thashtë që të jem një ki kontrol. Doja tha pu, tha mere. Gryja dojës të kdej ke mundon me morë djolin, i ka pas pëshu qikës me ka pas shok krytë, si ja ka pas morandi social. Aktualisht në pediatri është duke u trajtuar fëmiu 5 vjeçari i cili ditë më parë u zbulua në shtëpinë e tij me shenja të rënda dhune, i mungonte njëra shputë e këmbës dhe gishtat e këmbës tjetër. 5 vjeçari është gjetur në shtëpinë e tij në Janjev nga djali i hallës së tij, i cili sot ekskluzivisht e tregon komplet rrëfimin prej momentit kur e ka taku edhe e ka zbulu gjendjen e fëmijët 5 vjeçar deri te dërgimi për asistencë mjekësore në qendrën klinike universitare të Kosovës. Në kushte anonimiteti ai na tregon detajet. Dëgjojeni. Ju jeni personi i parë, domethënë që e keni gjetë fëmin në shtëpi. Jo babën e fëmijët 5 vjeçar e keni doj. Po. A mundesh me na kallëzu çysh ka ndodh krejt, kur ke shku? Unë e borem po të kallëzoj realitet. Jam konë të punu didhen, e kom kry punën në oran 3, kom shkytë dhe se kom shkytë e shpia po në oran 5 e të shka. Mas iftorit, e kom orë nonën, kena shku të doj me nejt. E kom po e raut, shkullë smut djolli, së në qajke. Edhe, nëse doja nuk ishë konë në shpi, i thash nonës tash qak është puna të ko ka i smut. E vitat grunit dhe qak o, tha ja ka gjitë grep, flom. Nëse... Në këtë moment nuk je konë të edit. Ja, se më konë të edit këtë moment, që ka pos djene. Ka pos në bulume... Edhe nga tash dalë të komodëna. Nëse e mora nonën, edhe hëtë se më shku për shpi. Kur shkunëm nga për shpi, pak po më rrinë të dyrë të aburët, e kom këthi kjerë nga petë të mas, e kom shku të dojtë. Kur shkuva të dojtë për herë dytë, doja i shkon atë, gruja dojës, thminja, mi i shkon në rëndë kaqë. E mëra thashe, ta këqyra, kona temperaturë, në sen, jollë, kur jashtë një dyrën ka gjykë si kënja të pështë, e posë temperaturën s'ka. Edhe jolli më që ju veç e rautë. Thash dojës të shama, ja thash dojë thashtë që të jem një ki kontrol. Doja tha pu, tha mere. Gryja dojës të kdej ke mundon me morë djolin. Edhe ke shëtë i thirë për pak polici, se s'po adhën djolin me qëtë miki. Ja, pëse s'dojke me... Jo dhe ke se antisocial, mi kanë morë dhe keni arë të minjen, ta shpequa e ke djollë të miki, dhe mi marë apet antisocial të minjen. Edhe qëtë arsua e baba s'ka dish me dhonë djolin, nuk pe di i bërëm s'ka qysh. Edhe e kom morë djolin dhe shpeq që ja bëjt në i por një analiza, ku shku ja bëjt dhe analiza se djoli shtype si ka rekne për analiza në asenë, se kena ditë në të kom. Kër e kena morë djolin, e kena qume në unën, edhe vlavin e ti nga qatë të modhen e kom morë. Djolin e dojës të modhen, 13 vjeçore, e kom morë me veti, e kena qu Lipjan. Kër e kena qu Lipjan, atë i fërmjerën, kena desh djolin, kër e kena desh për analiza na, i pishëm kom të matrosha. Edhe e kena mund e kena jekë qëropat. Kër e kena jekë qëropat, ishtë pas pos djoli kom të lidhë me ropë, të lime me jetë. Edhe pinë në emergjencës, atë nga dhau zimin e punë Prishtinë. Prishtinë kër e kena pu, e morën të në të pediatria. Se aja gryja dojës është smuta, po kuptër, aja në këtë në kërkon. As bobën e vetë se ka deshë, e ka përzonë. Së këti të rë. Qka dyshoni ju që ka ndodhë? Realisht në basë pasaj sa keni mujt me kuptu? Nuk po di. Shku edhe për i reagimit, cili ka qenë reagimi dajës edhe i gruz dajës, kur e keni konfrontu në raport me rastin, që nuk e ka kamën? Allah i dojës, ju kanë mu si të letë, kur kena shkum 5 sabojt me policie me emergjencë, i kanë kontrolu e tjërë të minë me emergjencë, ju ram 5 edhe që të kënë të shka, sabojt, ku ja kalëzua dojës është dojë, thasha, ki po djollin që shu? Tha jo, thasha, kom po tha djollin, ku gjësë e moti. Së më kalon, falë, me po, tha, djollin e. Të me thonë, gruja nuk e kalon. Jo. Me po, ku ka qëndru djallin? Shpe. Djallin shpe ka qëndru, po e ka shpijën se 2 katë, djallin ka qëndru 2 katë, doja push me thminja, po kupton.
Se ka fshef djallin për dojës. Nuk po di s'cet që më të thonë, që kom kuptu. Se që të ke doja, të ke se më halon të ke djallin me po. Do a ke edhe ka di doja. Që të du e, me akuzu kërkonën. E gruaja e dojës që shka reagua, keni pas në i farë momenti me të konfrontime, masi ka ndodhë krejt kjo, masi e keni kuptu jo? Ja, si kanë arrusu policia të.